vëllezër të motra, kam shumë pëlqen për të erdhi këtu me ju. It's my great joy to be with you here in Korçë. Është një gëzim i madh që të jem këtu me ju sot në Korçë. Papu asked me earlier this evening to say a few words. Atilia më tha pak më parë që të them disa fjalë, të ndaj disa fjalë edhe për këtë ditë të sotme. I hope you will permit me to share from the heart. Më lejoni që t'i ndaj këto fjalë nga zemra ime. About 1 week and a half ago, Para një javë gjysmë më parë, one of the women of my church in New York passed away. një nga zonjat e kishës sime ndroi jetë. I live now for these past 3 years in Boston, Prej 3 vitesh tashmë unë jetoj në Boston, but I remember her very well when I first came to New York. por e kujtoj atë kaq mirë kur shkova për herë të parë në New York, në Boston. Because she became for me, since my family was far away, Meqense familja ime ishte shumë larg prej vendit ku jetoj, pra në Boston, ajo u bë për mua like a grandmother. si një gjyshe. Always I would go to her house Gjithmonë shkoja te shtëpia e saj and she would make me eat. dhe ajo më gatuante me shumë dashuri. But more than this, Por më tepër se sa kjo, she was patient with me. ishte shumë e duruar me mua, As a new priest, especially one for whom Albanian is not the mother tongue, sidomos për një prif si unë që për mua nuk ishte gjua shqipe, gjua e nënës. she and her husband helped me to Ajo learn. bashkë me bashortin e saj më ndihmuan So when it was my time to read që the të names, mësoja shqip. of those in the departed, Dhe kur vinte koha që unë kujtoja emrat atyre që ishin larguar nga kjo jetë, my American tongue could find the way around the words. kisha të vështirë që t'i thosha për shkak të gjuhës angleze emrat të saktë. Because I was not able to be there for her funeral, Dhe nuk munda që t'jem për funeralin e saj. I sent a letter to her daughter and her U son, dërgova një letër djalit dhe vajzës së saj. and I asked that the priest at the funeral read my words of gratitude. Dhe i kërkova priftit që kreu shërbesën që t'i lexojë këto fjalë. I spoke about how she had given all these small things with great love. Ndava me ta këtë gjë që se si kjo gjyshe gjithçka çka kishte e ndante me të gjithë. And how grateful I was to have received her love. Dhe sa minjos isha dhe unë që kisha pranuar, kisha marrë këtë dashuri nga kjo nën. Most especially as a young priest and one who is still learning. Aq më tepër nga një prift i ri që sa po kishte shkuar dhe që po mësonte. I know that in my time in Boston and New York, in all of my churches, Për gjatë kohës që isha midis Bostonit dhe New Yorkut në të gjitha kishat, we read the list of the names that the people bring to us. ne lexonim të gjithë listën e emrave që na sillnin besimtarët. And I have no doubt Dhe nuk kam asnjë dyshim that because the grandparents and the great-grandparents are the për same shkak as të yours, gjyshërve, për shkak se dhe s'kam dyshim se gjyshi dhe stërgjyshi tanë, that we read the same names many times. pra dhe ne lexojmë, i kujtojmë këto emra shumë herë. Our prayers for those who have gone before us into death Lutjet tona për ata që kanë ndëruar jetë më parë, have united us across oceans, na kanë bashkuar, na kanë përbashkuar edhe për te oqeanit. have united us in times of terrible politics and Na oppression. kanë bashkuar në kora shumë të vështira, si politike, po edhe presionit të ndryshëm. They have united us even when families were broken apart. Na kanë bashkuar dhe kur familjet tona u dashur që të ndahen. In this we see how, though the dead are dead, still they Por live. shikojmë se si edhe kur të vdekurit kanë vdekur, prapë i shohim që ata ndikojnë tek ne që jemi të gjallë. So they unite us also. Dhe ata na kanë bashkojnë dhe me ne gjithashtu. Dhe na bashkojnë neve gjithashtu me njëri tjetrin. To celebrate with them the power Të kujtojmë me ta dhe të festojmë me ta fuqinë of Christ's resurrection, e ngjalljes së Krishtit. because He is the one who brings us Sepse always together. ai ishte që na bashkon të gjithëve neve. Please know always that we are praying for you in America. Ta dini që ne lutemi gjithmonë për ju në Amerikë, How could we do otherwise? dhe si mund të mos e bëjmë këtë gjë, Because we are one family sepse ne jemi një familje së bashku and we are God's. dhe ne jemi të Perëndisë. God bless you. Perëndia ju bekoft.
Në uratët e krye Zotit tonë shenjë,